shumë kujtohet, ku ka qenë prezent, u konë pasi unë i kom tregu që nuk jem bëj rastin pa u konë të prezent, edhe u konë ti për kështu i më dhe fost edhe i në frikost me ato që unë e kom thonë, si jam konë një prej të pak ta stazhireve që i kom dollë kundra fjallës që aje ka thonë. Se mësu me stazhire të kalume që ja kanë kry ketë punët, ka pos rast që edhe i kanë shu raporte cilat nuk u zanë në asnjë moment një stazher me lëshu, edhe ka ardhë aty të rasti, ka fillu me mbajt, mirë po gjithmonë duke ngritë sënin, edhe me një mënyrë duke i përtit fëmijët, gjë që nuk është e lejushme gjatë seancave as pak. Kur po thu që për rasteve tjera e ka kërku që edhe me bëju raporte, e ka kërku këtë sen edhe për ti që të me bëj raport në emër të ti? Po, e ka kërku, po unë kom refuzu gjithmonë. Fazlio mohon se i lë vetëm stazhierët. Shqyqani, më së pari në kur nuk i lë stazhierët vetë, asnjëherë. Duhet me ditë emrin e qëtëve stazhierëve, sepse unë e kam edhe faleminderime të jashtëzakonshme, që si që po të rastin tash, që ku i kam ato, këto nuk i kom shkruar në vetë, të më thonë praktikisht ajo është shpifje, sepse këtu vinë kalojnë 12 ditë edhe shkojnë. Stazhierët thonë se Iljasa po i kërcënonte edhe me licencim, duke ju thënë se ai ishte në komision. Po, kërcënime ka pos gjatë 2 jave të para cilës ja ka ta fillu stazhet, për shkak që unë refuzu me majtë rastin ka qenë ai prezent, si që është në shkruar edhe në kontratën e stazhirave para se me fillu, edhe disa prej kërcënimeve tina janë konë që ti nuk ime mujtë me arritë kur gja, ju si logoped duni me ditë se që ka keni me punu, nuk do të ty me mësu. Gjithashtu ka thënë që unë jam përgjegjës për nënshkrimet që i japim për procesin e licencimit, unë ty nuk t'i jap nënshkrimet, muj me ta shkatru edhe karrierën që mund është me pas në tartën. Unë veç atëherë nuk e ku marrë guximin të di që e kam provimin e licencës, pa dhe na ka friksu. Unë shumë shpejt kam u konë në komision, dhe mandej e kom kuptu që aje ka pas vetëm se na mos me u anku për këta. Kënëse ka me qenë në komision edhe nuk mojnë a mandej me u licencu. Ja, sot të vërtetë se unë nuk jam komision për licencim, unë jam punë kryetari i komisionit për licencim 5 vjetë. Unë nuk jam më që 4 vjetë nuk mira me atë punë heq. Asë që kom kërkujt, asë që kërcënona kërkujt,